Rreth 27.000 maturanti janë nënshtruar këtë të martë provimit të tretë të maturës shtetërore ati të matematikës. Në bashkinë e Shkodrës, 1430 të rinje të reja testuan dijet në 6 shëndrat e provimit, ku prej orës 10 deri në orën 12:30 janë përgjigjur pyetjeve të tezës, e cila edhe këtë herë u publikua 30 minuta pas nisjes procesit. Është në fakt një ndër provimet që ka peshën edhe rëndësinë më të madhe, sepse është lëndë eksakte. Vazhdojmë të kemi të njëjtën situatë në lidhje me organizimin e procesit. Kemi po të njëjtat 6 qendra provimi, ku kemi të përqendruar gjimnazet tona publike, private dhe shkollat profesionale. Sigurisht kemi bërë një përzierje të shkollave në lidhje me këto qendra. Asnjë nga shkollat nuk është e vendosur në vendin ku kanë ndjekur gjimnazin maturantët. Kemi një numër mesatar 1430 maturantësh të parashikuar për t'u nënshtruar provimit të matematikës. Vazhdojmë të kemi 9 nxënës me AK. Nuk ka patur probleme në organizim, që nga fillimi i hedhjes së shortit edhe deri në përfundim të shpërndarjes së gjitha materialeve deri në këtë moment që ne po flasim. Qendrat e provimit në fakt janë qendra që kanë siguri, edhe për faktin se janë qendra që certifikohen një natë më përpara, po edhe në mëngjes herët përpara se të zhvillohet provimi. Pra i bëhet një check të gjithë ambienteve të parashikuara për të qenë ambiente të provimit. Këtë vit Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të ketë edhe teste të personalizuara për maturantët me aftësi të kufizuara. 145 qendra testimi sipas standardeve ishin në dispozicion, ndërsa 640 mësues u përfshin në proces. Maturantët do të mbyllin sezonin me provimin me zgjedhje në datën 24 qershor. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjerë lëndësh, përfshirë shkencat e natyrës, si kimi, fizik, biologji, shkencat shoqërore në histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi, sociologji, ekonomia dhe artet, ekonomi, histori arti, histori muzike dhe histori baleti. Për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet model për provimet e ardhshme janë shpërndarë shumë herët në gjitha shkollat, duke orientuar për formatin e provimeve në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur.